E anulluar një ditë më parë është zhvilluar këtë të shtunë mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës me një fluks projekt vendimesh për diskutim dhe miratim. Pas miratimit të ndihmës ekonomike, mbledhja vijoi me projekt vendimin për miratimin e rrugëve, shesheve dhe kritereve, të cilat do të aplikohet shërbimi i parkimit me pagesë. Drejtori i Zyrës së Infrastrukturës Kristaj Jorgaqi detajoi projektin, ku janë 20 rrugë të cilat do t'i nënshtrohen projektit të parkimit me pagesë. Lista e rrugëve të cilat është menduar të aplikohet parkimi me pagesë janë 20 rrugë dhe fillon me bulevardin, këto janë rrugët kryesore të qytetit, fillon me bulevardin Ismail Qemali, rruga te Sheshi Flamurit, Demokracia, Fejzo Gjomena, që është ndryshe rruga e Kosovës, Gjergj Kastrioti, Pelivan Leskaj, Hasan Kushta, Gjergj Arjaniti, Fushat e Sportit në Lungomare, Sulejman Delvina, Aziz Gjyheri, Veledin Kolozi, Hektor Shyti, Pavlo Floko, Meno Gjoleka, këtu do më duhet të bëj edhe një sqarim pak më poshtë, Ibrahim Abdullah, Rushit Gorishova. Kemi përsëri në numrin 18 Meno Gjolekën, pasi sipas faqes zyrtare të adresave janë rrugë paralele, njëra prej të cilëve nuk ka një emërtim përkatës dhe te projekti vendimi është saktësuar nëpërmjet një subjekti që ndodhet në këtë rrugë. Gjithashtu kemi rrugën Aleksandër Mojsiu dhe Wilson. Përveç rrugëve të mësipërme, kemi edhe 3 sheshe, që është Fushat e Sportit në Pyllin e Sodës, Stadiumi Flamurtari dhe Unaza 2 në Lungomare, sheshin pas bashkisë. Nuk është përfshirë në relacioni. Këshilltarët e opozitës kërkuan më shumë transparencë, ndërsa këshilltari Arjan Isufi ishte i drejtë për drejtë në problematikat e pasgjidhura në infrastrukturën rrugore dhe për të cilat duhet treguar kujdes përpara se rrugët të bëhen me pagesë. Për të mbledhur lekët e parkimit mjafton të bësh një aplikacion, u zgjidh ky problem. Dhe nuk mendoj që është ky problemi i bashkisë Vlorë. Kemi një sistem urban të degraduar. Tani problemi këtu nuk është pjesa tjetër. Këtu problemi është si të rregullohet ky sistem urban i degraduar, pastaj si të menaxhohet mirë ky sistem urban i degraduar. Dhe me drejt, një mënyrë sistemimi, menaxhimi është kjo me pagesë. Por duhet të rregulluar ky sistem urban. Tani ka nisë një punë Bashkia Vlorë. Nuk u tha nga grupi punës apo nga zotëria, relatori atje, se nuk e njoh, cila është ose më saktë cili është rezultati i punës sa i përket lirimit të hapësirave publike. Nga lirimi i hapësirave publike është përfituar ndonjë parkim shtesë nga ata që ju keni përfshirë tek ata me pagesë, po apo jo? Kjo nuk na u tha. Nuk na u tha nëse në një rrugë e qytetit Vlorës është zgjeruar dhe nga zgjerimi apo rregullimi i këtyre rrugëve janë përfituar parkime të tjera, të cilat me të drejtë pastaj duhet i nënshtrohen tarifimit sikundër të gjithë tjerët. Kjo nuk na u tha neve. Nuk na u tha nëse ka marrë ndonjë informacion grupi i punës apo kush është marrë me këtë punë, me të drejtë duke parë shqetësimin e kolegëve që me drejtë dhe kryetaria citoj, qoftë Sokoli, qoftë kryetaria, për rezidentët. O zotërin nderuar, keni marrë informacion kësha sa makina ka Vlora? Sa makina parkohen në hapësirën publike të Vlorës? Sa parkime kemi dhe në përpjestim me këto, pastaj sa do ngelen parkimet që do bëhen me pagesë sa jo? Se nuk na u thatë relacione juaj. Kjo duhet ishte për vlerësimin tim. Pastaj të shikonim se si duhet vendoset tabela, mënyra se si duhet bërë pagesa e tjera, që me drejt u situan nga kolegja, por që janë pjesa fundore e këtij projekti. Ndërsa ka marrë fjalën kryebashkiakja Mersini. Edhe ne dita e diel grupi i punës e ka menduar që prapë është e hapur, sepse ne u thamë që ky është një proces i gjatë që do të marrë kohë. Kjo nuk është do filloj ditën e 9 do përfundoj muajin qershor. Do të marrë kohë dhe pa diskutim do të ketë vend, sepse edhe SHA e lejon fleksibilitetin e korrigjimeve her paseshme dhe dita e diel duke menduar që është një ditë ku ashtu siç ju e theksua dhe unë e theksoj, qëllimi është që turizmi, gjithmonë turizmi dhe ai turisti gjithmonë zgjedh ditën e fundjavës, pra dita e diel ka një trafik më të rënduar të qytetit, edhe kjo ka qenë qëllimi që ne ditën e diel, meqense qyteti ka një trafik më të rënduar nga vizitorët e vet, të mos hiqesh dita e diel. Por jo gjithmonë për rezidentët, nuk flasim për rezidentët, flasim për njerëzit të cilët lëvizin. Jam dakord, po si do shpëtojnë rezidentët nga tarifimi? Atëherë edhe një herë, po e ritheksojmë këtë se do të vim prapë në diskutimin e Këshillit Bashkiak për këtë gjë dhe do t'ju paraqisim përsëri juve zgjedhjen e alternativave që grupi punës do të propozojë, dhe mbase unë kam opinionin tim që rezidenti do të identifikohet, sepse edhe administratorët e pallateve që kanë filluar fort ky sektori
dhe kryetarët e rajoneve ku tirdi dikush e përmendi kryetarët e rajoneve që të futen, jo më fal, Sokoli, kryetarët e rajoneve të vinë të gjithë pallatet dhe rezidentët të identifikojmë kush janë rezidentë që jetojnë në Vlorë. Pra jo rezidentë të cilët e kanë shtëpinë dhe jetojnë jashtë Vlorës në mënyrë duke na ardhur këto lista, do të mendojmë kush është fashë ekonomike, pra ka një fashë sociale, fashë studentësh, invalidësh, pra është një proces që këto fasha do të studiohen, do të përjashtohen pa diskutim nga tarifimi. Me 30 vota pro dhe 8 kundër u miratua projekt vendimi për miratimin e rrugëve, shesheve dhe kriteret të cilat do të aplikohet shërbimi parkimit me pagesë.